nga ajo diku tjetër do bëhet pak si tem, edhe bravo qoftë. Pse do përfolet situata jote? Pse duhet sqarohesh ti? Ti e di vetëm atë kush je dhe çaja? Po, Jo kush je çaja në karakter, për atë gjë që unë të prek atë. Pra, që të preku pasërtina apo. Ti e di. Der 82 këtu sot, kur na thanë dil në borë, mora një vrap skasatoren tuaj la, para se me dalë gjikë, dhe me thonë, të janë gjëra budallishe që të tjerët nuk i bëjnë. Nuk po them aty në krevat, ka shanse të hajë njërin krevat, unë i bërtita malet, e vra për 1 lek. Hajde këtu i thash unë. Po, kishte lënë ato të rrimet. Po, ç'është kjo këtu? Të njëjtën veprim bëra dhe unë ke krevati. Mi sol sipër nuk i thash gjë, një lëviza që ka të gjatë e mirë ku të falta, jam falë, s'ka problem, tash mos e thoj. Ti është, po ta them, ti veten tënde njeh, je rahat me veten tënde? Për pastërtim, jo prit për këtë temë. Atëherë, ç'a drejshin ke ti që jep zë që të përflitet gjithandej. Sepse këto, shiko kush problemi. Ta kuptosh. Mund të jesh shumë shok sot me dikë, po në bazë të interesit, nesër ne ke përballë. Dhe gjitha këto gjëra që ti flet, dhe i kesh kundra. Më i përdorin. Të gjitha gjërat, do vi momenti që do jesh ballë për ballë. Pushu sy më sy. Do t'i përdorin gjitha. Dhe ti jep vetë akses. Unë për shumë maj sa mund të shpara, se dhe këtu dhe ati ku kam qenë, mendon se ja përtoj njeriu, apo nuk kam intrigën që të bëj që të flitet dhe të zihet, të plasi grush një shtëpi, ose të përçaj njerëzit, por nuk është ai morali këtu. Nuk është hajde kush bën sherr më shumë. Hajde kush kënaqet më shumë. Hajde kush bën diçka të bukur më shumë dhe kush e bën sherrin më bukur më shumë. Nuk është